Megjithëse protesta e radhës mbaroi, ja vlen të merremi pak me të. Përpos një organizimi më të mirë se herët e tjera, edhe kjo protestë përfundoi si gjithmonë pa rrezimin e qeverisë. Ashtu si lëshoi sinjalin e shpërtimit, Berisha me një fishkëllim dhe e ndaloi përplasjen e dhunshme të militantëve me policinë, të cilët të hutuar nuk po kuptonin më ashtu si dhe ne se përse një protestë duhet lënë përgjysmë nëse populli që nga kaq i zemëruar. Lajmi ishte dhe skenografia. Në protestë mungoi portreti i Ramadurës me tuta Nike. Ajo zëvendësua me një vajzë të hishme e cila foli për varfrinë të cilën ajo jetonte dhe që po i zinte frymën. Ndërkohë në një kontroll të thjeshtë në rrjetet sociale, ajo shfaqe e veshur me shije dhe në frekuentimin e restoranteve më të shtrenjta të Tiranës. Po për kësaj hipokrizie, Sali Berisha pati një moment sinqeriteti ditën e shtunë. Ai hoqi flamët amerikanë nga protesta dhe u kujdes që ndërsa policët të goditeshin me molotov rus, zyra ku kishte qenë 24 orë më parë për vizitë Ivanka Trump të goditej me fishek zjarr kinez. Kështu për herë të parë që nga epoka e themelimit pra viti 2021, Sali Berisha shfaqi shijen e parë serioze të reflektimit në raport me mollën e tij të ndaluar Amerikën. Të ënën ajo shfaqi një selfie nga Strasburgu ku shpreson të rigjej në fakt të vetmet lidhje ndërkombëtare që partia e tij ka me aksin e partive popullore europiane. Kjo vetëm disa ditë pasi Christoph Kirschbaum, i dërguari i këtyre partive dhe i Bashkimit Evropian, nuk e takoi ato në Tiranë, ndërsa takoi drejtues të tjerë të Partisë Demokratike. Izolimi ndërkombëtar ndaj opozitave shqiptare në përgjithësi ka ardhur sa herë ato kanë promovuar dhunën dhe protesta të lëna me dashje të dalin jashtë kontrollit. E kanë provuar këtë socialistët, ndërsa Sali Berisha, i cili ja ka marrë dorën edhe protestave me dhunë, edhe izolimeve gjatë dekadave të gjata në opozitë, e ka provuar këtë më shumë se gjithë të tjerët. Dhe ndërkohë që ne presim selfin e radhës, ku ai të shfaqet me një eurodeputet nga Strasburgu, pyesim veten ne së bashku me shumë demokratë logjikshëm, kur Sali Berisha e di se si përfundon pas këtyre akteve, atëherë pse i bën këto protesta? Dhe kur nuk e rrezon dot Edi Ramën as me zgjedhje dhe as me protesta, pse i futet detin në këmbë, duke rrezikuar një izolim edhe më të fortë se më parë? Si ka mundësi që në momentin më delikat që qëndet qeveria përballë drejtësisë, ai dhe falangat e tij bëjnë autogole të tillë? Dhe a janë këto autogole me dashje? Sepse spektakli i trish ndonse i shkurtër të shtunën në Tiranë është e sigurt që e ul zemratën e të pakënaqurve të logjikshëm dhe i riafron ata me të keqen më të vogël. Dhe të shtunën në darkë, e keqja më e vogël u duk sërish qartë se ishte Edi Rama. Por sot duhet flasim edhe për diçka tjetër. Presidenti i Republikës lëshoi sot një mesazh të rëndësishëm për drejtsinë. Ndonse ai pozicion, pra ai kreu të shtetit, nuk ka më lidhje me hierarkinë e drejtësisë, Bayram Begaj i kujtoi tokave xeza, gjykatësve dhe prokurorëve se tashmë ka ardhur koha që qytetarët të marrin rezultate konkrete në shkëmbim të mbështetjes që i kanë dhënë drejtësisë së re. Bayram Begaj foli se për te perceptimit ka ardhur koha e llogaridhënies, se drejtësia e re nuk mund të vetë izolohet në emër të ruajtjes së pavarësisë. Presidenti Begaj foli në një moment të rëndësishëm dhe të përplasjes së pushteteve në gjykatën kushtetuese, si dhe në morinë zhurmuese të debateve për një mbështetje pa limit që është dhënë spak të gjëko, ndërkohë që në një shumicë të vogël proceset monohen, anatemohen dhe oral vuajnë nga mungesa e profesionalizmit të tokave xeza. Begaj tha qartë, pa prekshmëria e këtij pushteti nuk vjen si privilegj, por si një drejtë që vjen në radhë parë për shkak të vetë rezultateve të saj. Dhe po sot në spak u dorëzua prova më e fortë e dështimit drejtësisë së re, por që njëkohësisht me gjaz do të vërtetoj dhe komandën e urdhit vrasjes së 4 protestuesve në bulevard në janarin e vitit 2011. A thua mesazhi Begaj dhe i gjithë opinionin në fakt do dëgjohet sa rradhe nga tokat e zeza. Edhe për këtë do të flasim sonte. Sikle. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Restor. Me mua sonë në program janë Ibsen Elezi, mbrëma Ibsen. Plator Nesuri, mbrëma Plator. Mbrëma. Arben Meçer, mbrëma Meçer. Dhe Orland Beko, mbrëma Beko. Mbrëma. Ibsen, doja ta nisem me ty. Sigurisht protesta e ditës shtunë kishte një nivel tjetër organizimi, le të themi pjesëmarrje që nuk krahasohet me foltoret që zoti Berisha mban çdo javë, ka mbajtur dhe sot, ai sot s'ka qenë fare. Pjesëmarrja ka qenë thjesht modeste, kanë qenë 20, 30, 40 veta maksimumi. Por një protestë e tillë, ajo që unë nuk kuptoj, nëse një protestë e tillë, le të themi, nëse ai shpërtim i vrrushëm, i dhunshëm, ta quajmë dhunë, se çdo protestë ka dhunën e vet, kuptohet. Protestat janë dhunshme.
Si ka mundësi që fillon me një sinjal me atë flamurin që tundi zoti Berisha dhe përfundon me thirrjen e tij nga Selia e Partisë Demokratike që mbledhuni se protesta mbaroi. Pra, normalisht një protestë ku populli është i zemëruar me qeverinë, si thot zoti Berisha, ajo nuk ndalon me fishklim, ajo vazhdon. Si ka mundësi që zoti Berisha, si ka mundësi që ajo protestë ndërprer ashtu më njëherë, pastaj po të bërte pyetjen e dytë, si ka mundësi që ndërpret zoti Berisha? Ai duhet ta lënë që ajo të vazhdojë. Po janë 3-4 elementë që duhen sqaruar, domethënë edhe në këtë që thatë ju. E para njëherë nëse unë të ofendoj tash ty ti revoltohesh më njëherë, nuk revoltohesh nesër. E vërtet. Po, kështu që kur ndodh ajo domethënë një ndër skandalet e mëdha, për shembull ministri vjedhja e votës që ka shkap Damian Gjiknuri, ministri i Rendit akuzohet për drejt për drejtë dhe dënohet, pavarësisht se për çau dënuar, akuzohet për kanabizimin e gjithë vendit. Po, akuza është e madhe, pavarësisht dënimi që përshpërdohen në tyre. Merremi tek fakti që ndodhi një skandal i madh dhe reagimi duhet jetë i menjëhershëm. Te perceptimi, patjetër. Ai quhet reagim popullor. Kur fillon edhe e planifikon filan datë jep urdhra, nuk është planifikim, është protestë. Dhe protesta është çështje organizimi. Kur ti e ke në një nivel të ngushtë në Tiranë, do të thrasësh 50, 100, 200, 1000. Mund të thrasë edhe 1000. Po jo për ditë se s'vin lodhen, mërziten. Kur ti do të organizosh një protestë kombëtare një ditë caktuar, për të arritur për të mbledh 20.000 persona, Berisha në garën që kam pasur më të ka shkruar 40.000, unë kam 40.000 ushtar. Edhe deklaroj përpara sa vota do marrë, 40.000 ushtar. Mund ai mbledh 10 ja për hatër të 10, 15, ja 20. Nuk nxjerr gjysmën e ushtarëve vet. Ky është problemi. Nëse do ta analizosh atë çfarë ndodh, në ana teknike, po futemi nga ana. Teknike. Pra, e para nuk është revolt, e dyta është protestë organizuar dhe në këtë protestë organizuar këta nuk mbledhin dot. Përveç se militant vet nuk mbledhin, por nuk ka qasje qytetare, që qytetarët ta shohin sepse qytetarët vinë aty e para kur mendojnë që po të mbështesin ty dhe ti moralisht i ndryshëm nga ai që qeverisë dhe nëpërmjet te mund sjellë ndryshim. Kur qytetarët nuk besojnë, atëherë edhe numri i njerëzve mbetet i kufizuar në këtë. Kjo është në aspektin teknik. Ndërsa në qoftë pra nuk është revolt, po është protestë organizuar, si protestë organizuar ka një elementin që këta nuk arrin dot të kthejnë në eficiencë strukturat e veta. Pse? Sepse PD-ja është i shkërmoqur institucionalisht. Çdo të thotë, domethënë për telespektatorët më shumë. Në qoftë se ne këtu jemi një grup shoqënor dhe kemi rregulla, ne funksionojmë shumë mirë njëri me tjetrin. Pra ke një bashkësi rregullave për cilën jemi marrë vesh. Në qoftë se kjo bashkësi rregullave fillon e prishet, e prishtit, paktën 2 nga ne shkputen nga grupi dhe kjo ka ndodhur në PD. PD-ja nuk është çështje qarje, se thot Berisha, e dia që do qahet. Ose nuk është çështje se e qau Basha me Berishën. Basha dhe Berisha krijun atë imazhin e qarjes, ndërkohë ajo ka qenë shkërmoqur se ka funksionuar pa rregulla. Pa rregulla me thyrje të plota nga ana e Bashës, erdhi Berisha, unë kam paralajmëruar kuvendin e 11 dhjetorit që ky s'do bëj asgjë ndryshe nga Basha, se sot ja nisi me emrime. Pra që do të thotë që mungesa e rregullave ka ul besueshmërinë edhe në struktura, lëre më në opinion publik edhe në popull. Tash po ta shohim në aspektin e gjetjes një logjike pse ndodh kjo. E para njëherë duke qenë në një situatë pa logjikshme në gjithë jetën politike, shoqërore dhe ekonomike, domthonë shumë gjëra ndodhin në mënyrë pa logjikshme dhe nuk jep dot shpjegim, qoftë në ekonomi, qoftë çështje sociale, po qoftë politik dhe më shumë. Gjithmonë ne mendojmë që këto ndodhin se këto janë çmendur. Jo, ka një arsye të fshehtë që ndodh, gjithmonë një mungesë logjike që ti e sheh në thjesht duhet me zbuluar logjikën. Thjesht ti duhet me zbuluar, jo, duhet me zbuluar arsyen. Po për arsye logjikën e gjë. Në rastin konkret gjithë themi Berisha tash po pse i bën këto kur ai di që nuk e rrezon Ramën. Vetëm kaq, po tash edhe kjo mund të zgjidhet. Edhe, domethënë ti e di shumë mirë se si mund të ketë përgjigje kësaj. Edhe këtu të fus për shembull edhe çfarë ndodhi PS-s masisë në janarit etj, ku realisht kishte ajo protestë ishte ndoshta më afër revoltës se kur ndonjëherë. Po. Kishte edhe aty organizim, po kishte edhe revolt brenda. Protesta 21 janarit. Ka kishte organizim, po kishte edhe revolt. Po si ishte më njerëzshme për Ilir Meta. Bravo, ishte direkt, si çështja 2-3 ditësh. Pra domethënë kishte edhe revolt popullore brenda. Po gjithsesi socialistët
e vuajtën një moment të izolimin, ëh? Patjetër. Një moment politik që zgjati jo pak, zgjati 6 muaj, 7 muaj, ndoshta edhe 1. Derisa erdhën pushtet me koalicionin e qelësirave. Po jo, temi deri në 2012 po një herë. E njëjta gjë ndodhi edhe me grevën e famshme. Edi Rama e kuptoi që nuk mund të krijojë frym popullore për të fituar pushtet dhe erdhi me koalicionin e qelësirave sepse ishte zgjedhje teknike, ardhen pushtet. Unë mendoj që kishte, por ai bëri zgjedhje vetë, ndoshta ka arsye vetë. Po të futemi, a ti them një përgjigje kësaj, pse e bën ky këtë? Pse e bën? Sepse e di shumë mirë që e vun një izolim të lutem, nga e arsyetojmë në të kundërt, këtë për t'i dhënë kuptim. Nuk e arsye drejt për drejt i shkon gjatë arsyetimi. Nëse nuk e bën, ç'ndodh? Nëse nuk e bën, do ketë vakum. Dhe Berisha e kupton për të majtë monopolin e opozitës, kur nuk duhet të pushojë dhe të lërë vakum. Kjo është mjeshtër që është niset nga më shumë nga do maj vakum. Për të ruajtur pozicionin e opozitës. Vakumi të tretë. Dhe ai për mos lënë vakum për qenë gjithmonë aktiv për të thënë unë po e sulmoj Ramën, unë po ndërkohë ai si bën asgjë Ramës, thotë unë e trondita nga themelet. Cilat themele e tronditi Ramës ai? Ose sa ja tronditi Basha me këto, Basha i kish më të mëdha edhe më agresive. Sa ja tronditi në herë themelet e Ramës? Aksioni politik i Bashës, me thënë vërtetën, je dakord ishte shumë më i fortë se ç'është. Po nuk zgjidhet kështu problemi. Problemi edhe Basha, edhe ky nuk kanë dashur ta zgjidhin. Problemi zgjidhet që ti ta kthesh një parti të besueshme në mënyrën se si funksionon me veprimet e veta në çdo aspekt ti duhet të jesh model që qytetarët thonë po, ky bën diferencë morale, kur ti nuk bën dot diferencë. Basha emëron 140 deputet mrena natës, thotë gjysa më dolën kërparata. Kush do të besoj për të dhënë votën ty për tu bërë kryeminist? E vërtetë. Jo vetëm kaq, po emrimet, unë ka ndodhur mund 2015. Do të emrojmë kështu drejtor departamenti, emron ti e ka Këshilli Kombëtar, zotëri. Kur nuk ke fare nocionet si funksionon në mënyrë faktën me rregulla, po them edhe aq demokratike se këtu dihet, po ka rregulla bazik që nuk mund të shkelen më, nuk mund të bëhet me urdhra. Dhe diferenca ajo që vujmë ne sot është kjo, funksionimi me urdhra apo funksionimi me rregulla. Këto kombe kanë marrë rregullat në këmbë, qoftë edhe të pashkruar deri përmbietes deri sot. Çfarë ishte kanuni lek duhet gjini? Rregullat pashkruara. Jo, dhe të shkruara dhe të pashkruara kanë qenë. Rregullat pashkruara në sensin që ideja po ideja kanë qenë rregullat njohura dhe të mirë pranuara dhe detyrueshme. Edhe mungesë shtetit zëvendësuan. Në një farë forme kanë zëvendësuar institucionet. Pra ka qenë një lloj institucioni edhe ai. Ndërsa këto janë armiqtë e institucioneve. Një shoqëri pa institucione nuk mund të ecë përpara. Dhe diferenca e madhe dhe gjithë betejë këtu bëhet. Or, do kthehemi ne ta respektojmë rregullin dhe mos kemi vullnet ta shkelim, se këta ne kanë vullnetat dhe mashtrojnë, edhe po ta vesh rregullin e tjetër ana shkalojnë e tjetërsojnë. Pra betejë themelore që është sot, është do vazhdojmë të jemi një autokraci ku funksionon urdhri, se po funksionoi urdhri, pastaj funksionon vjedhja e votës, funksionon korrupsioni, funksionon këto pastrimi i parave, funksionon gjithë këto mekanizmat, sepse autokracia prodhon korrupsionin më të madh dhe prodhon sistemi autokratik. Pra Sali Berisha me këtë çfarë bën në mënyrë të vazhdueshme, siç e bënte Basha, janë pajtueshmëri të plot me faktin që ne zvijmë pushtet, por ne do jemi ato që do jemi faktor. Patjetër, do jemi faktor të këtij vendi për mua. Beko, se më thanë që ti je takuar edhe me zotin Krishbaum gjatë kësaj fundjavë, ka tregon që nuk është se s'ka kontakte, themi faktore ndërkombëtar edhe me element themi kritik të qeverisë apo themi me një pozicion opozitar. Po ishte paradoksale sot, ndërkohë që Rama fliste para Knesetit Izraelit që duhet të thënë, nuk është jo çdo njeri flet në Knesetin e Izraelit. I fundit, rastësisht, paradoksalisht, ironikisht, ka qenë presidenti Trump. Nuk po e them, unë them që është rastësi, por nuk është rastësi që flet kryeministri i Shqipërisë në Knesetin dhe lëshon një mesazh që shkon, është mesazh shumë fort, pajtimi midis Palestinës e Izraelit, foli për Turqinë, pra flasim për një temi duke e hequr Ramën, temi pallton kombëtare lokale këtu, sigurisht kur ti e shikon ashtu, shikon që ka vlerësimin e një lideri të vlerësuar në rang ndërkombëtar. Dhe ndërkohë, ke zotin Berisha me një selfie bosh tek sala e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Sa e themi, kjo të shqetëson, kjo të trishton, jo të shqetëson, të trishton. Mund nuk më shqetëson, po sigurisht më trishton kur shikon një opozitë e cila futet në një proces të vazhdueshëm vetë izolimi. Jo vetëm në një proces
të vazhdueshëm vetë izolimi që ky është fakt dhe ka vite që e ka bërë Partia Demokratike këtë dhe sidomos Berisha. Madje mund ta them që ka dhe traditë në politikën e vet, sepse Berisha në fazat e opozitarizmit gjithmonë i ka pëlqyer ndoshta që të ketë qenë i izoluar, por i ka pëlqyer ose jo ka qenë i izoluar ndërkombëtarisht. Kemi parasysh 97-2005, të paktën deri në 2003 ai ka qenë i izoluar nga ndërkombëtarët. Besniku Mustafa i mbante kontaktet. Besniku mbante kontaktet dhe Besniku i hapi dyert. Berishës që u fut të paktën në Evropë dhe pastaj nëpërmjet Evropës dhe në Amerikë dhe zhvillimet geopolitike bën që dhe Amerika të interesojë pak propozitë, por dhe ndryshimi i Berishës me disa garanci që dha ai bën që dilte nga izolimi në 2015 dhe të pranoi edhe një herë. Pastaj në opozitën e dytë, natyrisht Berisha ka qenë udhëzuesi ose frymëzuesi i qëndrimeve radikale të Partisë Demokratike dhe kjo është e dukshme sepse janë të njëjtat skema që morën në qafë Partinë Demokratike në kohën që drejtohej nga Basha me bojkotin e lëndjen e mandateve, daljen mos marrin pjesë në zgjedhje lokale e tjera, me veprime radikale dhe që binin ndesh me dëshirën apo qëndrimin apo strategjinë e ndërkombëtarëve të cilët donin të ndërtonin praq pjesë në politikën shqiptare sa i takon opozitës, se pjesa tjetër, që është dhe pjesa më e madhe, i takon në bashkëpunim me qeverinë, sepse ndërkombëtarët do bashkëpunojnë me qeverinë. Vim tek momenti i tanishëm. Momenti i tanishëm është edhe mëzi. Sali Berisha i shpallur non grata nga dy fuqiet e mëdha, është edhe bashkuar nga Britania, i mos pranuar siç e thatë ju, edhe nga Europa, i konfirmuar siç mund ta themi takoj eksponent Partisë Demokratike. E konfirmuar kjo edhe nga ne të tjerët që kemi qenë Partinë Demokratike dhe vazhdojmë ruajmë ato kontaktet tona me ndërkombëtarët, del që Sali Berisha është lider më izoluar në historinë e politikës shqiptare pas Enver Hoxhës. Ndoshta Enver Hoxha mund të ketë pasur një marzh veprimi më të madh se Sali Berisha, po paranoja nuk e lindet ditë jashtë. Kurse Sali Berisha është krejtësisht izoluar dhe kjo është alarmante për politikën shqiptare, për më tepër sepse përfaqëson opozitën, përfaqëson pikërisht shpresën, atë që tha Ibseni. Dhe kur qytetarët shikojnë që shpresa e tyre, ajo që duhet të ishte shpresa, është jo vetëm e izoluar, por edhe e radikalizuar, domethënë në kuptimin që i dëmton pritshmëritë e qytetarëve për atë që duhet të jetë opozita për të kryer rotacionin, kjo pastaj bën atë kontrastin, do të thënë kjo bën kontrastin e madh që Edi Rama del edhe më i ndritur, do të thënë, ndërkohë që ndoshta s'është kaq i ndritur, por deri edhe më i ndritur për shkak të izolimit të tij. Jo, unë mendoj që jo. Unë mendoj që është kryeministër që bën detyrën e vet, përfaqëson Shqipërinë në një marrëveshje kombëtare. Kur ti pastaj i bie dhe bën 2 ditë zhurmë parlament dhe tu ta heqim të vetëm amenamente që bën, debat që ti bën, t'ia heqim emrin Edi Ramës, ti arrit në mënyrë artificiale vlerat aty, ndërkohë që ai bën thjesht detyrën si kryetari i qeverisë, bën detyrimet që për ta mbyllur do thoya që ndërkombëtarët, domethënë të paktën ata që duket që kanë vokacion ose mirësi ecin e Shqipërisë përpara, janë të shqetësuar për faktin se është bllokuar rotacioni në Shqipëri dhe autori i bllokimit të këtij rotacioni është zoti Berisha. Është zoti Berisha dhe këtë janë shumë të qartë. Gjithë meraku i tyre është pafuqia që vjen, që duhet, do të thënë, pafuqia që ka opozita për të prodhuar fuqi, do të thënë për të provuar faktorë të brendshëm, të cilët të përballen me zotin Berisha dhe ta spostojnë atë. Kjo është ajo që i shqetëson edhe më shumë se sa fakti realiteti që Berisha është aty. Për një fjalë vetëm për vizitën e Ramës në Izrael, mund të them këtë që Rama është në fakt aty jo vetëm se vetë është në gjendje që të krijojë kontakte dhe të artikuloj veten e tij politikisht në geopolitikën ndërkombëtare ashtu siç duhet. Që fjalimi i fortë, fjalimi i tij ka qenë shumë i fortë. Fjalimi i tij ka qenë shumë korrekt dhe i balancuar. Shumë i fortë. Pra ti përmendesh Izraelit Tigrisht, prandaj themi i balancuar. Ishte i balancuar sepse ishte i ftohtë dhe përfaqëson, mos harrojmë që përfaqëson një vend që ka një popullsi shumicë muslimane dhe merr shumë rëndësi, shumë vlerë, e thënë nga kryeministri i një vendi që në perceptimin publik ndërkombëtar është i tillë që vjen nga një vend që ata ne na dinë më shumë islamik se çemi ne, do të thënë, realisht, do të thënë. Por dhe mendoj që Edi Rama jo vetëm që e përfaqësoi shumë mirë, po përfaqësoi dhe historinë e Shqipërisë, historikun e Shqipërisë në raport me mos fokusohemi se ata shkruajnë një emision tjetër, në fakt, po nuk rria dot pa folur për këtë protestën, sepse kjo protestë Arben duket, e di se më zhduk sot, domethënë mas gati 48 orësh, është vërtet
Mu më duke si një shok që i bëhet qeverisë në momentin ndoshta më delikat saj. Janë tre çështje që janë të lidhur me njëra tjetrën, më lejo ti trajtoj shumë shkurt. Së pari, një nga arsyet pse Shqipëria u zgjodh për të qenë tek korpsi i paqes, ka qenë pozicioni dhe paqja fetare në Shqipëri. Dhe jo pa qëllim është vendosur Rama, dhe kur ne debatonim pse pikërisht Rama është futur në atë listë, shumë analistë e trajtuan si një person i cili do të luajë dhe rol negociator në proces. Rama në parlament nuk bëri gjë tjetër veç se mori pozicion në negociatorit. Po jo, se fjalimi i tij, po ta shikosh me vëmendje, domethënë ai për herë të parë në parlamentin e Izraelit kapi edhe luftë kundër antisemitizmit, por kapi edhe pjesën tjetër, islamofobin. Dhe të dyja i vurit në një tavolinë. Prandaj thënë që ishte e balancuar. Dhe qëndrimi i tij ishte tamam një pozicion të paraprogatitur për negociator midis çështja që është në Gaza. Në Gaza çështja është lufta Izrael-Palestinë, pra dy komunitete fetare. Rama sot nga tribuna e Izraelit dha mesazhe edhe për fajësimin për palestinezët. Pra edhe për fajësimi të palës tjetër, si ishte një zë, që do të thotë që jemi në kushtet, që do t'i shohim më vonë. Edhe që kur përmendi Turqinë, ishte jo vetëm Turqina, e kapi komplet komunitetin, linjën islamike dhe linjën izraelite, dhe u futë duke pasur parasysh çfarë si është sot Izraeli me Turqinë. Ai në mision e vet, tani duhet të thonë mision shkurt, Muhabeti, në këtë komunitet që mund të jetë detyrë që ja kanë lënë, po çfarë si ka? Në gjykimin tim, duke patur parasysh që nëse se interpreton dot, nuk ta lë njëri detyrën. Pra, jeni gjendje ta interpretosh pa ta lënë. Jo, patjetër. Në faktin që ne jemi i vankën këtu dhe nuk vajti dhe do të vej tani në mënyrë posaçme në takim drejt për drejt me Trumpin, unë mendoj që do shkoj me Trumpin këtu? Po diskutim. Ajo është televizia strategjike realisht. Ta dha mesazhin ai. Ja, jeta në parlament, po thash më se kishte Do batutë. ta flasim, po do vëmë do të sepse do nënshkruhet ajo. Do nënshkruhet. Duam s'duam ne do nënshkruhet, ratifikohet e parlamenti do nënshkruhet. Ku do nënshkruhet? Tribuna e asaj sallë mbaroi tani. I vetmi vend ku do nënshkruhet është në Shtëpinë e Bardhë. Pra, o do ishte në Davos, o do ishte në Shtëpinë e Bardhë. Ai është me atë që unë lexova tani me fjalimin parlament, që ishte një fjalim brillant në kuptimin e paqes midis palëve. Në një person i cili gati jepte mesazh atje sikur jam unë çdo ta bëj. Si filozofi. Vite pikë 2. Sali Berisha ka qenë në Asamblenë Parlamentare 2 herë. Kjo është era e dytë. Era e parë ka qenë në 7 prill të Evropës. Po, të Këshillit të Evropës. Asamblea Parlamentare e Këshillit të Evropës. E kemi foton sot. Era e parë ka qenë në 7 prill. Dhe ka qenë një muaj gjysmë para zgjedhjeve të 15 majit. Ishte një lëvizje greke ku në Asamblenë Parlamentare, dhe ne duhet të themi kush është kryetari i Asamblesë Parlamentare. Kush është? Në kohë shohim foton e doktorit Theodoros Rousopos. grek. Theodoros Rousopos është deputet i Partisë Neodemokracia. Eurodeputet. Neodemokracia ka 7 deputet. Njëri prej tyre është i shtati, po them unë tani, është Beleri. Jo, Beleri është i dyti për atë punë. I shtati, po e them unë, duke Me patur votuar, parasysh. po. Okej, i dyti, po e quajmë i dyti dhe jemi brenda. Gjithë ky grupim ka organizuar gjithmonë takimet e Sali Berishës në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Ky. Dhe takimet që janë bërë atje janë bërë pikërisht me këta grupime. Pra e thoni që takimi që ka nesër Berisha do të jetë organizuar nga delegacioni grek? Absolutisht i organizuar nga konjunktura greke në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Dhe takimet që ka bërë në 7 prill, zyrtarisht është u takua me Dora Bakojanis. Po mirë. Okej, po Dora Motra Bakojanis kryeministit, ish ministre e jashtme. U takua në një komision që kishte të bënte me të drejtat e njeriut, që ishte absolutisht komision me deputetët e neodemokracisë. Pra me një fjalë, ta lexojmë në këtë formë sepse kjo është e vërteta e Saliut, nuk është çiftuar, por këto linjat i kanë dhënë hapësirë dhe e kanë bërë personazh. E treta tani që duhet dalë, dhe kjo është në përgjigje të pyetjes sapo thatë ju, është e tepër tani të diskutosh mbi demokracinë opozitare në Shqipëri. Në qoftë se mund të themi përpara ca kohësh ka patur përpjekje të jashtëzakonshme të komitetit strategjik
shqiptar, qoftë amerikan, që Evropa, për të gjetur zvendësues, u pa përfundimisht ai nuk ekziston. Dhe këtë e di mjaft mirë Berisha. E kanë lënë rrugën e vet. Çështja është që Berisha përpara se të bënte protestën tha Edi Rama, ri atje në atë zyrë se ta shohësh ç'do të bëj. Po deshat, apo ta mbajti rri. Tani, Nuk neti Rama, me thënë vërtetën. kishte frikë. Nesës neti. Perceptimi e Sali Berishës në këtë protest ishte i qartë, do e mos përplasjen. Dhe e do përplasjen për të fituar. E do përplasjen për fituar. Dhe skenari ishte për një përplasje për të fituar. E strukturuar mjaft mirë me një grup organizator në qendër, i cili çuditërisht jo si erat e tjera, ku molotovët i hithet tek dera, i hodhi tek policia. Dhe në qoftë se do shohësh ngjarjen, menjëherë u hap korridori dhe ju fotografinë që keni këtu duket që korridori midis shkallëve dhe grupit është i hapur i gjithi. Sepse policia u troq. Pse u bën gjë e tillë? U bë që të realizohej shkalla e dytë, sulmi drejt kryeministrisë. Ky ishte momenti kur filluan gazi lotësjellës, filloi dhe doli një makinë. Dhe gjithë kjo psikologji e sulmit e një fitore tashmë në betejë u shkatrua me një makinë për 1 minutë. Një makinë e shpërndau turmën. Dhe një makinë, pa dashje, hodhi dhe një top këtu të doktorit, na e bëri doktorin Helaq. Dhe nga ky moment doktorit nuk e pemën në skenë. Sepse duke qenë Helaq, vajtin shpull makinë dhe hoqën sepse generali iku. Iku generali, skema e fitores ra. Për sa kohë që ne do të vazhdojmë të jemi me këtë skemë, do kemi parasysh gjithmonë Saliu kërkon të bëj përplasjen për të fituar. Tashmë është e qartë që nuk fiton dot. Të fitojnë betejën, përplasje. Kjo është psikologji primitive, ka kohë që ka ikur nuk fiton. Dhe sot, ajo që mua më shqetëson tani është që po kalohet në një fazë të dytë dhe kjo është shumë shqetësuese për mua dhe kjo përbën element. Po prodhohet fraksionet ushtarake brenda një grupimi politik. Dhe unë kam frikë, se me sa po shoh skemën e Saliut është që të kaloj tashmë nga lëvizje militante në mitingje në struktura paramilitare që përbëjnë fraksionet armatosura, por kjo është skemë që kanë përdorur OÇP-ja, pati linjë politike, prodhoi linjë ushtarake. Në Irlandë e Veriut pati linjë politike, linjë ushtarake. Në Itali pati linjë politike, linjë ushtarake. Dhe ajo që mua më shqetëson është që duket gjitha shenjat që jemi drejt një rrugë të tillë ku Sali Berisha në kuadër të zhvillimit të fundit, që po vjen fundi edhe ligjorit tij, jo fundi fizik. Të se besoj fare, unë po fundi po. Edhe analogjitë që përdori nuk janë unë i qendroj kësaj sepse nuk është ere parë që po e shoh. Jo, që si janë dhe aq të ndarë parë dakord, po. Teza që unë me 300 laçian pa më se s'është edhe aq i ndarë Rama me Berishën në Bukë. Nuk është kaq që po me që ai erdhi na dërmojnë ndru, më fal. Ai erdhi na dërmojnë ndru të shtëpia jon, 3-4 vetëve na hodhin lanti thu te kryeministria. Tesh ky që del për zot dot njerëzve. Të shtëpia vetëm, të shtëpia vet. I ka dërmuar ndru, i ka hedhën lant. Tani i vetmi akt trimëror, i vetmi akt meçe, i vetmi akt trimëror që ka bërë Berisha ka qenë sulmi ndaj Selis PD-s. Atje u pokatashi me topata me anxhat. Shi analogjit me Iran e me këto nuk funksionojnë. Në Dragobi është. Te Rama është qenja i përballë Ramës është qenjë. Plator, vetëm një gjë. Përballë Ramës është qenjë. Le të ja them pak më zgjes. Jam dakord qartë. Përballë Ramës është qenjë Saliu. Vetëm të vetët i shkyen ai, mos ki merak. Por lëmë edhe se ai është në akord. Ai 2 ditë më parë i dha vota Ramës dhe e çoi e bëri si tha Ramës, vash, si tha Rama. Më çove në shtëpinë e Bardhit tha. Do më çoje në Burg tha, më çove në shtëpinë e Bardhit. Atë që bëri ditën e shtunë, që hoqi flamurët amerikan. Ti dilte Trumpit kundër në jo më të dilte Ramaduros kundër. Mos na bëni. Ti dilte Ramaduros kundër. Ramaduros. Ky ishte opsioni im që dakor. Kam edhe unë një argument pro kësaj që thua ti se. Për këtë punë. Jo, kam, se po dëgjoja. Po analizova. Po dëgjoja edhe atë Luciano Borçi, në fakt që filloi dhe kërcënoi gazetarët. Nuk kanë këllçe për atë. S'ka këllçe. Jo, dakord, po. Nuk duan këllçe.
konspiracion. Kur dëgjoj Luciano me shtetin e kanë humbur të gjithë, edhe kur është i ngordhur shteti. Me shtetin e kanë humbur të gjithë. Për çdo gjë zoti, sepse ai ka humbur. Me shtetin e kanë humbur të gjithë, e kanë humbur të gjithë davan. Dhe në 97-ën, që shteti ishte i rrëzuar për dhe, përsëri kafshonte. Me shtetin e që në momentin e fundit të tij nuk është ai që i natosur se kullat ndërtohen. Pas do revolucioni i dashur Meçe, kodin zgjedhor, i dashur Meçe, kodin zgjedhor e bën bashkë. Sistemin politik ka ndërtuar bashkë. Problema si ra e gjitha kjo. Kullat po i ndërtojnë bashkë, resortet po i ndërtojnë bashkë. Po lere tani çfarë thua tani? Tjetër pistë lufte. Po lere tani. Nuk po lufton politik, po lufton skem tjetër. Të lutem Meçe. Skemën tjetër mos harro. Edhe atje në Sazan bashkë janë pa merak, se i kanë bashkë dhe Sazanin. Plator. Po ja ç'na bën tani. Tani se ndryshon gjithë logjika e bisedës, po realisht nëse marrim këto lloj tezës, realisht për mua nuk qëndrojnë. Nëse marrim këtë lloj opozite, kjo majoranci ka mbyll hesabin me këtë lloj opozite që 11 maj. Dhe në këtë aspekt asgjë tjetër nuk mundot përderisa kjo nuk ndryshon, nuk riformatohet apo t'japet një figurë, një imazh tjetër. Berisha në vetvete çfarë kërkon? Kërkon në një farë mënyre vetëm thjesht të ruaj status quo. S'pari status quo e vet, për qenë ai në krye të opozitës dhe pastaj status quo e përgjithshëm. A ka këtu element cilët konvergojnë me njëra tjetrën po jo? Patjetër që po. Nëse shikojmë që kemi të bëjmë një kryetar të opozite, i cili është non grata jo vetëm Shtetet e Bashkuara, po është apo në Britaninë e Madhe, po është non grata në Shqipëri. Sepse është Shqipëri, edhe këtu nuk e takon as një ambasador, këtu nuk e takon as edhe një tjetër rasti Kryqëzbau është i fundit, por gjithë zyrtarët e lartë që vinë edhe nga Bashkimi Evropian nuk e qasin. Nuk ka asnjë qasje në asnjë kancelari të vendeve europiane dhe të vetmin që takojnë është vetëm Gazbardi e Jorida Tabaku. Tani kush është kryetari i PD-s? Edhe ata ndrogën Berisha apo Jorida Tabaku? Se duhet ta ndajmë që këtë muhabet. Nëse Berisha nëpërmjet protestës u kujton gjithëve se i është ai ende kryetari i PD-s, kjo nuk është se e bën më të fortë opozitën. Përkundërzi tregon pikërisht se sa e dobët është. Dhe e dyta, nga 11 janari e këtij, faktikisht ajo që vihet e re është ky fakt që për hir të agjendës vetë personale vetë Berisha po e lodh edhe elektoratin e vet. Po e lodh gjithë mbështetësit që ka Partia Demokratike, sepse është diçka e cila ka një skenar i cili është fokusuar vetëm tek imazhi i tij, ke çështjet e mundësive për të zbutur goditjen që ka marrë ai si figurë me çështjen non gratës. Jo më larg, po kemi diskutuar edhe kohën përpara dhe lobimet edhe paratë shumëta që idhen lidhur me heqjen. S'kishte flamur amerikan kësaj radhe protest. Ja ka ndaluar këtë gjë. Ky është një element që cilën vetë ambasada amerikane ka shprehur qartë që nuk keni pse të përdoret flamuri amerikan në mitinjit e partive. Na lën të protestuesit, na lën mua, po pse na lën mua ambasada të marr flamurin dal atje? Jo. Po një kryetar partie që e ka shpallë non grata, nuk e di. Është tjetër gjë. Ajo ja thot pastaj le mos ta bëj. Pse jemi qytetarë të lirë, po kur ti eci shtjesë e vetë që është i protest që e thret një parti politike, që drejtohet nga një zyrtar i cili shpallë non grata. E kam fjalën ai duhet të jetë më shumë se ndërhyrja e ambasadës. Edhe unë them që është më shumë se e ambasadës është qëndrimi vetë Berishës, po Plator. Në organizimin mitingësh, organizimin e flamurëve nuk e marrin qytetarët me vete, po është grupi organizator që shpërndan, kështu që ajo është edhe gjë një manifestim i cili ka një grup organizator. Ky është tjetër e sakt. Po për nuk e vërteton dot. Po të shikoni edhe gjithë se u bë protesta vetëm skenar dhe mënyra domethënë si cirk kinez me çështjet e fishekzjarëve kinezë. Dhe shikoni edhe vetë mënyrën se si u organizua. Bëhet përballë kryeministrisë. Kërkohet tani dorëheqja e Ramës. Dhe prandaj kalohet nga kryeministria, gjë të cilën ti nuk e rri, shkon ke parlamenti ku i ditë përpara ti ke votuar një ligj të cilën nuk e di as elektorati yt pse ke votuar. Se edhe ky është një element tjetër. Si ke dhënë asnjë lloj shpjegimi dhe pse u bë ai ligj. Ky është
çështje e cila mund të hajde debate duhet ta bënte një opozitë normale, duhet ta bënte këtë. Patjetër. Paktën duhet ta fuste në debat. Jo, po sidomos kur ti flet që është një zgjedhje që mund na largojë ndoshta nga BE-ja pak, pra le të themi kishte vënë për debat konstruktiv, po. Pra, në një farë mënyrë, unë e shikoj në një aspekt tjetër që realisht unë nuk e shikoj fare çështjen e Berishës si një rrezik potencial i cili mund të sjellë elemente të organizimit apo të themi të anarkisë apo elemente tjera. Ne duhet i përgjigjemi elementeve të cilët ne mund ndeshim pikërisht në politikën shqiptare, sepse kur them që ky i shërben status quo sparit vetës dhe faktit që tjetë aty, kjo nuk e zhbën faktin që ka një pakënaqësi. Kemi një problematikë e cila që e vë përballë qytetarin me politikën e sotme. Në këtë kuadër gjithmonë opozitat kanë luajtur rolin e tyre, të cilët e kanë bërë, e kanë përtitur pakënaqësinë, çështjet e tjera, të cilat e shfrytëzojnë për të ngritur një frymë dhe për të arritur më tutje. Puna është që PD-ja vetvete është bërë një lloj pengese edhe i zhvillimeve të cilat i duhen vendit dhe që është e mirë e vendit. Dhe në këtë kuadër ky është problemi që unë shikoj në vetvete, sepse nuk është çështja për të analizuar Berishën. Berisha për mua është një i cili ka përmbushur ciklin e vet, është aty, ka ngelu në derë, ka ngelu kallogre në kryet PD-s dhe nuk e merr më njeri parasysh por çështja është në aspektet e tjera. A ka nevojë ky vend i cili vetvete të ketë një lloj dinamizim të ri të politikës shqiptare? Ky po. Dhe ka nevojë çdo kush. Dhe kjo nuk ka të bëjë me fitoret. Sepse me fitoret, me këto lloj opozite, Rama fiton edhe 50 vjet. Por çështja është, a kemi dinamizim në të gjërave të cilat i shërben një hovi të ri, i cili i shërbej edhe ekonomisë, edhe zhvillimeve të reja, edhe modernizim, edhe geopolitikës vetvete. Marrëdhënie shoqërore. Ky është elementi i cili ne duhet diskutojmë, se për Berisha është kartë e djegur, për mua s'ka gjë. Po si mund të është kartë e djegur kur ai arrin, shiko, ne kemi sondazhin, do të thotë ta transmetojmë në orën 22 që e bëjmë çdo javë. Dhe po një gjë mund t'ju a them nga i sondazh, mund ta them që tani Plator, që nëse ka një shumicë në mes, e cila është e logjikshme, kjo pjesë që është kritike me logjik, pra thot, okay, dakord, Berisha nuk fiton kur, Rama nuk humb kur sa kohë të ketë Berishën përballë, po a ka nevojë ky vend që të ketë një oponencë, një gjë që të ri përballë qeverisë se ti thotë e pritish sekond se këtu po ecën shumë shpejt, këtu po ecën shumë avash, sigurisht po ka nevojë. Ajo që më rezulton nga sondazhi është që pas kësaj proteste, suksesi që arrin Berisha, Plator, është që e të kur këtë pjesën e mesit. Kjo pjesa e mesit sigurisht më shumë i shkon mazhorancës, por një pjesë shkon edhe PD-s. Pra le të themi, çfarë ndodh? Është ajo që tha Ibseni, që futet dhe domethënë me këtë rolin që bën do ti edhe me ndihmën e Ramës me shkelje syri, me reformën kushtetuese që Rama ka premtuar, me deklaratat e Ramës të mund intervistën e punit që unë jam për bipartitizmin, se shumë parti i bëjnë dëm të vendit, që unë po do ta çoj parlamentin me 100, po e çoj parlamentin me 99 deputet. E ketë sigur në ditën e vet më të keqe Partia Demokratike do dalë në vend dytë. Edhe sikur ndodhi çudia më e madhe nga drejtësia e re që unë nuk mendoj që do ndodhi, që ta vë zotin Berisha përballë përgjithësisë pagu për 1 janar. Ai sondazhi është shumë interesant, edhe për faktin sepse aty dilte, domethënë nëse do dilte një parti e cila nuk ekziston. Që nuk ekziston. Pra, këtu nuk ekziston dhe del 25%. Mund kurret 22, po. Karona, për momentin por një moment tjetër mund të shtohet sërish. Mund të shtohet, por shiko çfarë bën, ç'a efekti i protestës opozitës, është e të kurr të shtresën e mesmes. Dhe në fund fare ata të pakënaqurit nga qeveria i çon prapë te Rama dhe ata të pakënaqurit nga Berisha i afron prapë te Berisha. Kur këto e polarizojnë momentin. E polarizojnë luftën aq shumë sa njerëzit i shohin si dy skalione dhe nuk shohin skalion të tretë. Mungesa e një poli të tretë këtë radhë ku ishin bashkuar gjithë sipas një kodi moral, sepse në bashkim pa kod moral quhet koalicion qelpsirash, mungesa e një poli të tretë bëri që
Ky polarizim të funksionoj edhe këtë rraf. Po, Dhe funksionoj polarizimi. E vërtet. Sepse këto edhe japin terren njëri tjetrit në të polarizim. Shiko, Sepse secila palë ka interesa, secila palë ka interesa. Mu duket si shok që u bë forcat qeverisë. politike, ata që duhet merren tamam me këtë gjë, realisht këto lloj sondazhe, sidomos këto lloj shifrash, realisht krijojnë një turisni jashtëzakonisht madhe. Dhe duhet patjetër që ta mendojnë shumë mirë këtë çështje. Sepse kemi të bëjmë me 25% të elektoratit, cili është, do të thonë, nuk di është gati të votoj, por asnjëri prej tyre Nuk she ekip për tu bashkëngjitur. Gjëno tjetë një gjë tjetër. Do dali një sinjal i vogël, një sinjal i vogël. I cili mund ngjisi. Se kemi parti të reja, por që vetë mënyra se si e luajtën. U bën lesh e lime njëri tjetrin. Përveç, po mua më duke edhe si një lloj si me strategji të komanduar, sepse shpesher dolën edhe... Se mirë, hajde labaj me Shabanin, po e qymë strategji. Po labajnë me shejan që u bënd copë njëri tjetrin përfunduan gjyshe, po aty është strategji. Vetëm nëse është strategji pastaj edhe nga doktori, po këtë s'dit atem pastaj. Mos harrojmë dhe një element tjetër, se më kujtohet dhe një intervistë e Andreoti dikur, që thoshte që kur bëhen zgjedhjet, ne nuk shikojmë si del rezultati, sepse pak a shumë dihet. Ne shikojmë se sa është pjesa e atyre që nuk marrin pjesë në zgjedhje. Dhe nëse kjo pjesë rritet, atëherë është një alarm i madh për ne, do të thonë që ky sistem nuk funksionon. Dhe fakti, do të thonë që pas zgjedhjeve të 11 majit, ajo që ndodhi në zgjedhjet e pjesme, ku vajtën 18% ran, 6 bashki ishin ato. Po Vlora të shkoj 12%, ky ishte një alarm i madh, se nuk është vetëm një krah. Është komplet. Po pra, dhe... Shqiprin me Andorën, ta merr Armenia Shqiprin me Andorën, shkojnë e mushin stadiumin kur të shojnë ndeshjen. Kjo është një alarm i cili realisht nuk mund të mbahet dot. S'është analogjia, nuk është analogjia kjo që përdoret analogjia saktë. Prandaj po them që nuk është diçka që mund mbahet. Ajo ta tha si Shqipëri me Andorë, Shqipëri me Gjermani. Këtë është retorik politike parlamentare. Ku kam dy hipoteza. Me njerë pas publicitet, duhet shkojmë në prej shkurtë publicitare dhe rikthehemi pas pak. Këtë dimër, një portofoli rëndësishëm zhduk.